Lëviz në mënyrë të pakontrolluar dhe një ndër autorët afrohet drejt saj, makina e ndaluar jashtë rreth rrotullimit me armë, i bllokohet arma, kthehet, merr një tjetër armë nga një tjetër person dhe rikthehet, e lën armën e tij të mëparshme në tokë, rikthehet për të qelluar mbi makinën e bardhë të viktimës. Nga makina zbret dhe shoferi, drejtuesi, makinës autorëve, afrohet sërish, qëllon disa herë në distancë nga makina, marrin diçka që era në tokë, kthehen sërish në makinë, dhe shohim makinën largohet në rrugën dytësore në drejtim të Krujës. Shohim në fakt se në atë moment edhe gjithë qarkullimin ndalon, të gjitha makinat largohen nga rreth rrotullimi i Rinasit, e shohim sërish dhe të gjithë pamjen e rreth rrotullimit të Rinasit nga kamerat e sigurisë. Kjo është video e cila disponohet nga redaksia BC News e momentit kur autorët qëllojnë mbi makinën e viktimës Gilman Dodani duke lënë atë të vrarë dhe duke plagosur dhe Muçi Shaljanin. Makina e viktimave është pikërisht në këto momente duke kaluar. Kjo është makina e bardhë në të djathtë ekranit. Të shtënat e para e shohim nga personat me armë zjarri, të cilët fillimisht rikthehen në makinë dhe më pas njëri prej tyre drejtohet drejt makinës së bardhë të viktimës për qelluar sërish, por arma i bllokohet. Përpasoj e shohim atë të kthehet pas. Kthehet pas, merr armën e një prej autorëve të tjerë dhe qëllon sërish nga afër. Në makinën e bardhë të ndaluar shndron viktima Gilman Dodani, krau i djathtë i Emiliano Shullazit, dhe Muçi Shaljani si shoferi makinës, njëkohësisht edhe policë në agjencinë e mbikëqyrjes së policisë. Por duhet thënë se ajo që gjithashtu shohim nga këto pamje të kamerave të sigurisë është edhe fluksi në rreth rrotullimin e Rinasit, makina, qytetarë civilësh të cilët afrohen apo largohen nga aeroporti i Rinasit, gjithashtu edhe taksi. Ata janë rrezikuar patjetër nga mbretëria e plumbave. E shohim në fakt se sipas kamerës, sipas dhe informacioneve nga policia, autorët kanë shkrehur 3 karikatorë mbi makinën e viktimave. Qindra plumba.